punë të bërë për gjatë një viti, po ashtu do të kemi edhe planin strategjik të cilat do t'i prezantoj drejtori. Para se në fillim prezantimin dhe fjalimin e drejtorit të përgjithshëm, unë kam blerje dhe kënaqësinë që ta ftoj ministrin e Financave, Punave dhe Transfereve, Zotin Kurran Murati, i cili do të adresohet përmes një fjalimi. Atëherë të nderuar të pranishëm, të nderuar drejtor i administratës tatimore, Zotin Mentor Huseni, të nderuar zëvendës drejtor, të nderuar drejtor rajonal, të nderuara media, të nderuar përfaqësues të tjerë zone të zotëri, në këtë fund vit, si çdo herë kam kënaqësinë të flas për rezultatet e arritura nga administrata tatimore e Kosovës, si njëra prej shtyllave kryesore në funksionimin e shtetit dhe mbushjes së buxhetit publik. Gjatë 5 viteve të fundit, ATK ka shënuar arritje të jashtëzakonshme si në rritjen e hyrave të mbledhura, ashtu edhe në përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve ndaj tatimtavuesve, dhe një prej treguesve më domethënës të kësaj performance është edhe pejkalimi si vjet i shifrës prej 1 miliard euro të hyra nga tatimet apo të mbledhura nga ATK, një fakt që dëshmon jo vetëm që ka politika të qëndrueshme dhe efektive, por mbi të gjitha është një rritje e vazhdueshme e besimit të qytetarëve në institucionet tona. Konkretisht për këtë kam edhe raportin vitor që e pranoj si ministër, pra shifra prej 1 miliard euro për herë të parë në historinë e ATK-s është mbledh apo është përmbush në datën 16 dhjetor të këtij viti. Pra ende pa u mbyllur viti, janë arritur 1 miliard, prandaj është një rekord historik që po besoj duhet t'i gëzohemi të gjithë. Këtu kemi arritur jo rastësisht, pra kjo shifër nuk është e rastësishme, sepse njësoj apo ngjajshëm ka performuar edhe aspekti ekonomik. Pra kemi biznese që tani, pra këtë vit, pritet ta mbyllin me rreth 25 miliard euro qarkullim. Pra qarkullimi vjetor si vjet pritet të arrijë 25 miliard euro deri në fund vitit, ndërkaq para 5 viteve, hiç më lart se para 5 viteve, kjo shifër ishte 19.5 miliard euro. Gjithashtu, pra nuk është rrit vetëm qarkullimi, kemi rritje edhe të fitimit të bizneseve, nëse marrim për bazë tatimin në fitimin e korporatave, pra si indikator, e shohim që fitimi i bizneseve tashmë ka tejkaluar shifrën për 2 miliard euro, pra pritet të jetë rreth 2.3 miliard euro si vjet, ndërkaq para 5 viteve kjo shifër ishte vetëm 900 milion euro. Ngjajshëm kemi të bëjmë edhe me trendin e numrit të punësuarve. Pra numri apo shifra e punësuarve në muajin më të fundit tregon që ka arritur apo ka prekur numrin prej 435.000 vende pune aktive, të cilat janë të raportuara në ATK dhe paguajnë tatim, ndërkaq para 5 viteve kjo shifër ishte 350.000. Pra janë të gjitha shifra këto që konfirmojnë se ky trend, pra i mbledhjes së 1 miliard euro të hyrave tatimore nga ATK nuk është rastësi, por rezultat i një pune të vazhdueshme. ATK mbledh më shumë tatime sepse qytetarët pra janë më të bindur se paratë e tyre kontribuojnë përmes tatimeve kthehen në shërbime publike më të mira dhe në investime që përmirësojnë jetën e tyre. Vlen theksohet se në themel të këtij suksesi qëndron një parim tepër i thjeshtë, por thelbësor, e që është trajtimi i barabartë i gjithë tatimtavuesve, pikërisht fal këtij parimi është rritur edhe përmbushja vullnetare e obligimeve tatimore nga qytetarët. Si qeveri, ne mbesim të përkushtuar në forcimin e besimit të qytetarëve ndaj institucioneve shtetërore dhe në mbështetjen e bizneseve që respektojnë ligjin, duke kontribuar në ekonominë e vendit. Të gjitha këto rezultate, pra, siç e thash, nuk janë të rastësishme, por janë fryt i ndërtimit gradual të një sistemi tatimor të rrënjosur me integritet. Prandaj ruajtja dhe forcimi i këtij sistemi dhe këtij parimi është thelbësore për të ardhmen, sepse integriteti i ndërtuar gjatë këtyre viteve të fundit nuk duhet të rrezikohet, por duhet të zhvillohet në mënyrë të vazhdueshme. Në fund, dëshiroj të falenderoj të gjithë tatimtavuesit për përgjegjësinë e tyre qytetare, stafin e administratës tatimore të Kosovës për përkushtimin dhe profesionalizmin e treguar, si dhe të nënvizoj rëndësinë që rastet e shmangjes nga tatimi dhe jo formaliteti do të vazhdohen të trajtohen me seriozitet të plotë edhe në vijim. Ju falenderoj.
Faleminderit ministër, po besoj se secila fjalë që the motivon stafin drejt për drejt, por edhe tatim pagusit. Tani është koha të ftojmë drejtorin e përgjithshëm, zotrin Mentor Hyseni, i cili përveç që do të shfalos përmbajtje dhe statistika, besoj që secili numër ka histori që do ta krijoj këtë vit, do të përmbahet mend gjatë për shkak se ato që ka të kaluar një rekord të cili nuk është prekur më herët. Tash ftojmë drejtorin e përgjithshëm që të t'ju adresojë secilin në fjalën dhe të bëjë prezantimin. Atër përshëndetje për gjithë, i nderuar ministër Zotria Goran Murati, të nderuar përfaqësues të media, të nderuar bashkëpunëtor të ATK-s. Sot jam para juve për me paraqitur rezultatet e vitit 2025, këtë vit që po mbyllim, siç e theksoi ministri me një numër të hyrave që të i kalon tashmë 1 miliard. Pra sot, gjendja është 1 miliard e 12 milion të hyra që ATK i ka realizu gjatë këtij viti. Kisha dashur t'i vëj tekst kësaj shifre, sepse është merit kryesisht e juja, të pas parasysh ATK po përballet me një mungesë të numrit të punëtorëve, që sillet diku rreth 30% e me një moshë mesatare që te kalon 51 vjeç. Pra megjithatë, edhe për shkak të këtyre dy mungesa, ATK ka arritur të krijojë një numër të hyrave që te kalon 1 miliard. Megjithatë, këtë vit kemi një rritje prej 11% krahasuar me vitin e kaluar, që nëse e shohim edhe prezantimin, është një rritje që e përcjell trendin e viteve të fundit, edhe pse rritja e ekonomisë ka probleme këtë paraqitje këtu. Rritja e ekonomisë shënon diku një mesatare prej 5% përderisa rritja e të hyrave te i kalon diku 11 ose 12%. Nëse bëjmë një krahasim për këto 5 vitet e fundit, na kemi një hyrje mesatare që është rritë prej vitit në vit diku 18%. Edhe pse bruto produkti vendor ka shënuar një rritje diku mesatare prej 15%, që i bie që është një marshë më e madhe se sa vetë hyrja, vetë rritja e bruto produktit vendor. Kjo tregon një shtim të disiplinës mrena për mrena ATK-s, që po mundohemi me zvogëlu pjesën e ekonomisë jo formale, e dim që ka shumë punë për të bërë, po megjithatë, nëse vazhdon ky trend i rritjes diku ka 18% sa është, në vitin e fundit është 11%, i bie që na jemi drejt zvogëlimit të ekonomisë formale dhe një bashkëngjit vendet më të zhvilluara që kanë një informalitet më të ulët. Pra, shihet që përveç bruto produktit që tam shënon diku një 5% jashtë, sidomos për vitin 2022, hyrat tatimore shkojnë lart më shumë se sa rritja e bruto produktit vendor. Këto të hyra diku 49.5% bëjnë pjesë të hyrat nga TVSH-ja. Kjo na tregon që na po fiskalizohemi si ekonomi. I bie që tatim pagus më shumë po fiskalizohen dhe pëlqojnë kupona fiskal. Megjithatë kemi një numër më të vogël të hyra prej tatimit korporatave që shkon në 21.7 dhe tatimit të ardha personale prej 29%. Jemi larg ende ekonomive më të zhvilluara që hyrat nga TVSH kanë shumë më të vogla. Kjo tregon që ne kemi kryesisht një ekonomi në konsum. Megjithatë tregon që është vendosur një disiplinë e mirë sa i përket pjesës së fiskalizimit. Tek pjesa e shërbimeve kemi bërë diku aktivitetet tona, kemi bërë diku 16.000 aktivitete vizita edhe 1.630 kontrolla. Edhe pse jemi të vetëdijshëm që këtë numër duhet të çojmë prapë në një nivel tjetër, sepse te numri i kontrollave jemi diku mbrapa rreth 10%, megjithatë në muajt e fundit kemi marrë iniciativë që komplet vizitat të orientojnë në pjesën e kontrollave, që dëshmon që dhe pjesa e tatimit në tatim të korporatave është një tregues që na nuk kemi mujt mjaftueshëm me kontrollu ata, sikurse pjesën e TVSH-s që kemi bërë me fiskalizim. E përmendja dhe ministri vetëm këtë vit kemi 147 punëtor shtesë që i kemi regjistruar,
në bashkëpunim me institucione tjera, sikur është Inspektorati i Punës, që është ashtu institucion i Ministrisë së Financave. Një çështje tjetër që du me theksu gjatë kësaj kohe, atë ka departamentin e riskut i cili ka për qëllim kryesisht që kontrollet më bëhen në bazë të vlerësimit diku një 72 faktorëve sa i ka sistemi i riskut. Megjithatë, është menduar në bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar që prap nuk është mundemi mi targetu ekonomitë sektoriale mjaftueshëm. Ky sistemi i riskut është i dizajnuar mjaft mirë, por megjithatë ekonomitë sektoriale nuk është i trajtuar. Si rrjedhoi atë ka zhvilluar diku një 8 programe të veçanta në mënyrë që me i targetu ekonomitë sektoriale, e këtu po i përmendin disa prej më të rëndësishme që janë pjesa e ndërtimtarisë, pjesa e gastronomisë, edhe projektet e ngjashme që ka pas për qëllim më orientu në ekonomi sektoriale. Për këto projekte është bërë punë jashtëzakonisht e madhe. Janë marrë të gjitha elementet e një sektori të veçantë, që ka problematika të veçanta që jo detyrimisht i trajton departamenti i riskut, edhe si rrjedhoi është bërë edukimi fillimisht i stafit, është bërë edukimi i biznesit që atë ka plan me nisë me targetu ose me rregullu këtë sektor, janë marrë trajnimet posaçme edhe për tatim paguese dhe për staf, edhe kanë vazhduar mandej kontrollat e specifikume vetëm për sektorët e caktuar. Edhe kjo tregon diku në 2025 vetëm sektori i hotelerisë ka arritur në 33 milion prej 30, kurse ai ndërtimtarisë ka arritur në 77 milion prej 75. Këto 2 muajt e fundit jemi orientu shumë jashtëzakonisht në çdo ekonomitë sektoriale. Krejt kontrollat i kemi orientu në çdo 7 projekte, që kryesisht edhe këto kemi bërë një vlerësim të riskut të cilat me u fokusu më shumë kontrolla, po e kuptohet që sektori i ndërtimtarisë është një prej sektorëve që ka marrë numër të kontrollave më shumti në bazë të rrezikut që e kanë bërë udhëheqësit e projektet. Edhe konsideroj që ky sektor ka mu përmirësu. Në sajat e këtij sektori që është pak më i veçantë, kemi bashkëpunuar edhe me Universitetin e Prishtinës, sidomos me Fakultetin Teknik, ku po dojmë me bë një krahasim të kostës sa kish me kushtu 1 metër katror me ndërtu në për gjitha regionet e Kosovës, që më konë burim i mirë i informatat për inspektorët mos me gjyku ata subjektivisht, po me pas një bazë ku fillon nisja e gjykimit të tyre. Një çështje tjetër që është e rëndësishme te pjesa e ATK është edhe mbledhja e borxheve. Ligjvënësi e ka parapash që ATK në parim nuk mundet me mbledh këtë borxhe. Edhe prandaj ka parapash edhe normë që borxhet munden mu fal ato që janë të pambledhshme. Megjithatë, ka targete të caktuara në bazë të viteve paraprake edhe një korelacion me tyrat që na kemi rritë dipo mbledhjen e borxheve, po megjithatë kjo është pjesa më fragjile në shikëshme thonë në ATK. Ende jemi diku një 15% në targetet të mbledhjes së borxheve. Është bërë një reformë vitet e fundit prej Fondit Monetar Ndërkombëtar që është konsideruar si reforma më e mirë në mbledhjen e borxheve, ku janë koncentruar të gjitha rajonet, janë koncentruar në Prishtinë. Kjo pas parasysh që Kosova si territor është i vogël, me po duket që kjo reformë nuk është që ka dhënë shumë efekte. Plani jonë në reformimin e mbledhjes së borxheve është kryesisht që ta rikthejmë prapë në regione, që drejtorët regional ta kenë edhe përgjegjësinë kur shkruajnë borxhe për tatim paguesit, që edhe mbledhja ka me qenë përgjegjësi e tyre. Duket që kjo koncentrimi në Prishtinë prej regioneve e ka bërë që mu rrit stoku i borxhet, që tash ka lënë 600 milionë, edhe jemi tash ende në targetet që janë caktuar prej Ministrisë së Financave. Megjithatë, kur shohëm tek luftimi i ekonomisë informale, përveç riskut që e kemi në vizitat që i bëjmë në teren, e kemi edhe platformën e denoncimit ku qytetarët në ndihmojnë me identifiku ekonominë informale ose pa rregullësitë fiskale të cilat qoftë nuk i shojnë kupon fiskal, qoftë janë komplet të paformalizuar. Në sajat kësaj i kemi pas gjatë vitit 2025 diku 2744 kërkesa ose informime prej platformës së denoncimit
ku 146 për tyre I kemi adresu tashmon në regione. Një pjesë e tyre, e cila ka qenë një plotësu me mjafueshëm që nuk na ka dhënë informata se kush është biznesi, për shembull ka tregu që është një biznes pa fiskalizuar, nuk pëlqen kupon fiskal, edhe në parema qytetarëve është s'ka pas mundësi me ditë se çysh është emri ose numri fiskal I tij. Edhe është ajo pjesë që nuk kanë mujtë me marrë përgjigje, po sidoqë që tjetë pjesa dërmuese prej 1846 ka marrë përgjigje se janë trajtu në për rajonet të Kosovës. Tek pjesa e shërbimeve, ATK pranon diko rreth 3.7 milion deklarime gjatë vitit. Pra është një burim I madh I informatave. Unë e di që Ministria e Financave ka propozu bashkë me ATK-n që ATK s'ti jepet e drejta për me mbledh të dhëna masive për institucionet financiare, të cilat do t'i shërbenin mandej masi analizet me tëllë të riskut që të targetojnë ekonomi jo formale edhe gjitha çështjet jo ligjore që mund t'jenë target institucionet tjera, sikur prokuroria, gjykatat, policia, doganat, inspektorati punës e kështu me radhë, mirë po gjykata kushtetuese fatkeqësisht e ka anulu këtë normë. Pra, na ka kthyer dhe neve ATK-n në nivel të institucioneve tjera që mundemi marrë dhëna individuale, po jo masive. Ajo na hendikepon, jo veç ATK-n, e hendikepon këtë shtetin, institucionet që në parem kanë mbledh dhëna prej ATK-s. Unë e kam paraqitur edhe në konferencën që ishte prej Komisionit Evropian Anti-Money Laundering, që në 2 ose 3 vite të ardhshme keni me pa mungesën e informatat që ATK-a nuk kanë me mujt me ofru për ato institucione për faktin që gjykata kushtetuese e ka konsideru të jashtëligjshme mbledhjen e informatave masive në për institucione financiare. Ne dim që jemi institucion shtetëror dhe mbledhja të dhënave neve na obligon me mbajt konfidencialitetin. Në parem në brendësitë e asaj ne I kishim trajtu sikur I kemi trajtu gjatë gjithë këtyre viteve. Mirë po gjykata e ka pa ashtu edhe unë bëna apel edhe të institucionet ndërkombëtare që do të duhej të reflektojnë gjykata kushtetuese në këtë aspekt veçanërisht për faktin se e bën mandej edhe jo funksional shumicën e institucioneve që cilat mbledhin të dhëna nga ATK-ja për profilet e tyre. Shumica e institucioneve ndërkombëtare, siç është FMN-ve, ISORA, kanë bërë vlerësime të mira për pjesën e ATK-s. Pra, në disa faktorë na krahasojnë me shtetet e zhvilluara, edhe në disa në shumicën prej tyre prej këtyre që janë vetëm I kalojnë institucionet e vendeve të rajonit. Kjo është gjë e mirë që në parim shëndosh më mburë mas shumë të jo e ministri këtë që është, e mas pak të unë, se unë besoj që jam ma pak meritori këto, se jam bajriju këto. Si dhe që tjetë, ajo që kësha dosht, tash me marë peshen, ATK-s është vizioni që po provojmë me ndërtu me stafin që e kemi këtu, bashkërisht me Ministrinë e Financave. Pra, e keni pa kohën e fundit, kemi pas shumë deklarime në për media, në për televizione, rrjetet sociale, po dojmë edhe një përshtypje që ATK nuk është si institucion që vetëm më ndëshkon. Është institucion që flet, që edukon, që pret në takime, që jep udhëzime për bizneset, edhe jo është në krah aty kur ato kanë probleme. Pra nuk po dojmë me vazhdu një institucion të ndëshkimit, po dojmë me ndru mendësin që kisha pritë dhe ju si staf me marrë me vete sot këtë çështje si parjem kryesor I punës suaj të përditshme duke fillu prej sot. Pra që më pak ndëshkime, më shumë edukim. Shumë shpesh e këmë thonë, besoj që shumica për juve e keni ndëgju, që çdo kush ka pas nevojë për m'ia hap derën dikush ndonjëherë. Kështu që konsideroj që këtë nevojë bizneset e kanë sidomos në atë filën e tyre të parë kur ato regjistrohen si biznese. Pra përveç frigës që e kanë apo fitojnë ajo, nuk do të ishte e rrugës që me pas ato frigën se mos vjen ATK-ja dhe ndëshkon.
po më na pa si ndim ku vit edhe marrin këshilla për çfarë të çështje që kanë ato problem me këto fillet e para të jetës së tyre. Sa e të kësaj strategjisë së re, ne kemi dashur atë këtë për herë ka pas diku 90% të kontrollave i ka bën në bazë të vlerësimit të rrezikut. Diku një 10% ka qenë e drejtë e drejtorëve regional që në bazë të vlerësimit të tyre me i hap kontrolla. Ideja jonë, mëse kemi ndërtu një sistem të mirëfill të analizës së rrezikut, kemi thonë që këtë drejtë nuk e mohojmë regionet. Për me qenë ma transparent, ma objektiv, çdo propozim që e keni jo, e sjellni e futëm në risk pse mos me shfrytëzu një sistem që e kemi kriju me vite. Nëse çato propozimet juaja janë në pjesë të rrezikut që vlerësohen me rrezikshmëri të lartë ose të mesme, atëherë mund t'i kontrolloni. Po nëse ka 10 kontrolla me rrezik të lartë që janë duke prit në rend, e drejtoria rajonale propozon një kontroll tjetër që është me rrezikshmëri të ulët ose të mesme, pse me bëha. Pra kjo na siguron transparencë më shumë, qasje subjektive më pak, bizneset sigurohen që kërkush nuk ka me u kontrollu se ka marrë menja në drejtori ose në inspektori rajonal që një biznes pashmangje. Pra po thëmë, kjo nuk ju ndalën juve me pru rrezikshmërinë mbrana në sistem, ose bizneset cilat konsideroni që janë në rrezik. Po le të testojmë në pjesën e rrezikut, edhe aja na tregon nëse ky gjykimi jonë fillestar është i bazuar ose jo. Përveç analizës së rrezikut, na shumica raporteve ndërkombëtare tregojnë për ekonomi jo formale në nivel kërgjë të lartë. Ideja jonë kemi filluar me bë formalizimin përmes stickersve, ku identifikojnë të gjitha bizneset që tashmë janë të regjistrume, edhe normalisht kjo na i shpërfaq bizneset të cilat tashmë nuk janë të fiskalizuar ose nuk janë të regjistruar. Ky projekt konsiderojmë na marrë diku 6 muaj, edhe kemi parapar me rekrutu disa studentë të ri cilët kanë më animu me implementu këtë projekt në mënyrë që inspektorët tonë me orientu ata edhe çdo biznes i cili është paregjistruar në qatë rrugë ose në qatë vend ku na vendosëm stikersa me i regjistru aty për aty. Pra, kjo na ndihmon në 2 variante. Inspektorët nuk munden me shmang asnjë biznes i cili është i paregjistruar, për faktin se kur vënohen stikersat në 10 biznese gjatë kësaj rruge, nëse 2 ose 3 janë të paregjistruar, inspektori ka me pas shumë të lehtë me i pa. Në anën tjetër, edhe vetë bizneset, cilat janë të formalizume, kanë me luftu konkurencën jo lojale. I bie që nëse 10 biznese janë të regjistrume dhe 2 në qatë lagje veprojnë si të paregjistrume, ato ju bëjnë dëm, ju shkaktojnë konkurencë jo lojale, edhe besoj që platformën që kemi tashmë mjaft funksionale, që ishte rreth 5.000 raste që i kanë denoncu, do t'i denoncojnë atë dhe atë kësë japin mundësi për me i pa mos me i shmang atë biznes të regjistruar. Përveç luftimit e ekonomisë jo formale, na besojmë që nëse atë stafi brenda ka një kredibilitet të mirë edhe pjesa e biznesore jashtë në teren, ka me operu ose ka me kthy përgjigje të njëjtë sikur na që operojnë. Çfarë i bie kjo? Që nëse na sillemi me disiplinë, edhe ata kanë me bërë sjelljen e njëjtë. Pra kodi disiplinor synon që të ngritë disiplinën mbrana për mbrana punëtorëve të ATK-s, në mënyrë që sidomos të kanë kujdes tek pjesa e matjes së ngarkesës hetimore. Kjo ka ardhur si ide prej rritjes së sokut të borxhit në mënyrë jashtëzakonisht të madhe, që ka pas një tendencë të shkrimit të borxheve të jo të pakontrolluara, po të pamatura mirë. Për shembull, një shembull konkret, një njësi prej njësive brenda për brenda ATK-s, edhe pse bën pjesë 17% me fyrat e përgjithshme, bën pjesë diko 35% me ndryshime. I bie që çajo njësi nuk është që i ka matë mirë pjesën e ndryshime. Kodi disiplinor parashikon që
Nëse çaj kontroll, çohet në rikontroll, ose rëzën departamenti ankesa, ose qoftë edhe bordi I pavarur në kodër të Ministrisë Financave e hedh poshtë kontrollin e grupit kontrollës, edhe diferenca është mbi 20% nga ngarkesës tatimore, ata kanë bërë shkelje trau. Edhe po I them të drejtën vetë sa kam filluar me pa efektin e kësaj. Pra, inspektor kanë filluar me mendu që ngarkesat e pa baza nuk duhet më bëha për faktin që ajo mandej mundet edhe me u ndëshku. Një çështje tjetër rreth transparencës që kemi filluar me bëha është publikimi I vendimit të ankesave. Na e dim që kemi bërë ndryshime brenda për brenda departamentit të ankesave, edhe publikimi I ankesave nuk është çështje e lehtë. Po, zakonisht kur marrëm një vendim në bazë të analizave, më bie në mend një fjalë ka qenë një auditor ndërkombëtar edhe thike mentor, sa herë kur një veprim nuk ka mbështetje ligjore, nuk ke kuthirësh, po do me bëjë diçka mirë, dhe që bëje transparent. Do të thotë, transparenca është ajo që të korrigjohet edhe nëse nuk ka regulativ ligjore, se kanë meradhu njerëzit. Me publikimin e ankesa ose përgjigjeve në ankesa, na synojmë që fillimisht mos me pas trajtim me standarde ose të dy fishta për çështje të njëjta që njerëzit mund të bëjnë ankesa. Edhe e dyta është që vendimet e ATK-s më kanë të parashikueshme për tatim paguesit. Pra, dikush që ka qëllim me bënë një ankesë, edhe heni këshirë 2 ose 3 ankesa të natyrës së ngjashme, edhe praktësisht e di cila është përgjigjja që e pret. Kështu që kjo na ndihmon neve më bëjmë më shumë të përgjithshëm, ju ndihmon tatim paguesve më orientu ka fakti që nëse ato kanë ankesë me pas një paragjykim se cili komision rezultati I tërë. Edhe këtë në fund, së shpejti, pra po e publikojmë në lojën shpërblisje tatimore. Qëllimi I kësaj loje është që të mbledhen sa më shumë kupona fiskal, të ndikojnë në formalizimin e ekonomisë, edhe kësë shpejti ka më bëjë loja nështë ma e mirë se ma e famshme që është bëjë ndojherë në Kosovë. E dim që kemi pas një cashback për para është qujtë, po ka qenë shumë mekanike dhe I ka marrë jashtëzakonisht numër të madh të stafit që janë marrë me ta, edhe siguria në parim ka qenë jo shumë e madhe. Me këtë platformë që na po e përgatitëm, pra keni me mujt me instalu në celular dhe juve, edhe keni me skanu se cilin kupon fiskal që e merrni, edhe ka me pas lojë javore, tatimore, mujore edhe vjetore. Pra potencialisht ka me pas mundësi me fitu shumë për njerëzve që janë të përgjithshëm me mbledh kupona fiskal. Krejt në fund, na kemi ngrit bashkëpunimin me institucionet ndërkombëtare, jo që nuk ka pas bashkëpunim ATK, po për herë të parë në këtë vit e kemi organizuar konferencën me donatorë. Pra, ideja është që mos I lëmë donatorët me bot dupletikim të aktivitetën kur I ndihmojnë ATK-s. Në konferencën e fundit kemi thënë e kemi paraqitur planet e tona se cilat janë planet që dojmë arrijë gjatë vitit 2026. Kemi thënë këtë pjesë të planit na jemi në gjendje me plotësu vetë, edhe pjesa e mbetur është ajo që konsiderojmë që donatorët kanë më mbështetje, po mendojeni cila prej këtyre aktivitete ju përshtatet më shumë në platformat e juaj si donator ose në plan programe të cilën mundeni me mbështet. Pra, tash vitin e ardhshëm do të kemi takime individuale me secilin prej donatorëve, edhe do të shohim ato projekte që kemi konsideruar që kanë mbështet donatorëve, cili prej tyre do t'i mbështet. Pra, janë numri donatorëve që mbrapa që I shemi, që kemi bashkëpunuar vazhdimisht. Planet për vitin 2026, na jemi ekzekutuar së planet që I bën Ministria e Financave, Punës dhe Transferit. Zakonisht është një tendencë me thonë na sa mundemi mri, po planet që I përcakton Ministria për herë janë ambicioze. Me evidencën sa kom pa, dhe më thonë gjithmonë janë kanë edhe ka gjithë të matuna mirë. Pra, tash jemi vetëm 2.4% në targetet që I ka caktuar Ministria e Financave, ndërsa targetet tona brenda për brenda aty si kemi kaluar. Sido që tjetë shpresë ka që dhe deri në fund të vitit edhe këtë 2.4 ta
arrit. Megjithatë, edhe në këtë ditë Ministria e Financave ka caktuar një target për neve, që brenda për brenda është një rritje 13% në vitin e paraprak. Edhe shpresojmë që tash me rekrutimin e stafit të ri, që kemi me pas edhe numër të kontrollave më shumë, edhe besoj që kemi me arrit edhe këtë plan. Reformat që dojmë me i ba, kryesisht janë reformat në departamentin e mbledhjes së borxhit, që shëceka dhe më herët, që është nashti departamenti ma fragil që kemi në AFP. Jemi dikon rreth 15% në targete, po kësaj nuk po du me alon fare qëftë nëse i ka pas reforma e fondit monetar ndërkombëtar, ose nëse i ka pas çështja e organizimit brenda për brenda aty, na kemi bërë disa ndryshime, kemi shumë sa shtesë atë, po e shoh që efekti është prapë minor. Ajo që mendoj është që kjo qasja e regioneve me avlan vetëm detyrën e shkrimit të borxheve edhe jo mbledhjen e tyre, konsideroj që ka reflektuar në rritjen e stokut të borxheve. Pra, me fillimin e vitit jemi të shërtu bashkë me menaxhmentin që do e kthejmë sidomos divizionin e parë dhe të dytë në për regione, që drejtorët regional kanë mu vlerësu performanca e tyre edhe sa % të borxhit e kanë inkasuar. Ndërsa pjesa e konfiskimit e kuptojmë aspektin kulturor tonë që një inspektor i PS nuk mundet me shku me konfisku pasurinë e dikujt PS ose ka shok me ka bashkëvendasje kështu me radhë, konfiskimi ka me qenë në Prishtinë, ndërsa divizioni parë dhe dyti kanë me kryesisht në për regione edhe besoj që ka me dhënë efekte. Jemi për me mot, nuk jemi kryesisht me thonë që e kemi bërë këtë ndryshim edhe nuk e ndryshim më tutje, kemi me provu në 3 muajt e parë, nëse nuk jep efekte prapë jemi me këty. Po unë shumë besoj, në bazë të evidenca statistikore, se asnjë lidhje tjetër korrelative nuk më jep pse është rrit stoki i borxhit përveç ndryshimit të fundit që është bërë. Një tjetër reformë që po dojmë me pa është e-inspection, që po dojmë me digitalizu pjesën e inspektimeve, qysh prej kur jep Departamenti i Riskit Kontrollën deri te përfundimi i raportit. Atë kjo është mjaft e digitalizuar me 2 aspekte, shërbimet e edit, që kemi me patash i kemi arrit 59 shërbime elektronike që i bën, edhe Departamenti i Riskut që i ka një 72 faktor që analizon riskun se cili prej bizneseve do të mund kontrollu, për shkak se ka rënë risk të lartë. Po prej kur jep Departamenti i Riskut deri kur përfundohet kontrolla, është qysh prej vitit 2000 nuk ka asnjë ndryshim, pra bëhet në letër. Çka po dojmë na me bë, po dojmë me bë komplet pjesë të digitalizuar që përmes një iPad-i secili inspektor ka me pas mundësi një mushë të formular që janë në 22 ose 23 formular që bëhen gjatë kontrollës me atë iPad. Aja ka me siguru gjurmueshmëri, nuk ka mundësi me humb asnjë hap prej kësaj kontrolle. Përveç që ka me siguru gjurmueshmëri, ka me konë si burimi informata për inspektor që ka me pas iPad, nëse është ka e kontrollon të vëshën, ligjin, udhëzimet, vendimet e gjykatës, vendimet shpjeguese të ATK-s, pra si burim të informata nuk kanë me i mungu për me gjyku drejt. Edhe nuk kanë me mujtë mu ndryshu më asnjë prej formularëve që janë në atë platformë. Nuk kemi mujtë me kalu në të dytin pa e plotësuar të parin, edhe kështu kur bëhet komplet, kur kompletohet raste dhe bëhet dërgohet në sistabet në sistem, zgjona ka më thonë njësia që ka me pa dhe ka me gjyku çështjen e ndëshkimit të setatimit të shtesë. Kjo ka me siguru transparencë për tatim paguesit, secili tatim pagues që ka të drejtë ose që bën ankesë, ka me pas mundësi me gjurmu komplet rastin, prej fillimit deri te fundit. Cili është kon aktiviteti që e ka bërë inspektori, cila është kon përgjigjja e tij, edhe cila është ngarkesa e re tatimore që e ka dhënë, i bie që ai ka mu bind për çfarë që e ka bërë, që e ka marrë si vendim inspektori. Normalisht edhe ka më na zvoglu në numër të stafit, edhe pjesa e rekrutimit që po dojmë me bërë kryesisht, ka mu lidhë me që pjesën e digitalizimit që po dojmë me bërë në e-inspection. Pra, vetë pjesa e stafit që po na mungon në një rënon, e musha e shtymet mbi 51 vjeçare mesatare në pjesën e ATK-s, janë faktor determinues që përcaktojnë suksesin e ATK-s.
Nëse bëjmë një inspection edhe I marrëm diko rreth 200 pozita të lira që I kemi tash aktualisht, I bie që këto kanë me mujt shumë lehtë mu inkorporu në pjesën e re të teknologjisë informative që është I inspection. Qa jemi të bo tash në planin e rekrutimit, jemi ka identifikoj me njerës që kanë në bo mentorimin e këtyre kuadrove që vijë. Pra në secilin departament, në secilin divizion, kanë më caktu mentor, edhe në fund kanë më vlesu se si kanë mentoru këtë pjesë të punëtorëve të ri që kanë ardhur. Edhe besoj që në pjesën e inspection, nëse fill deri në fund të vitit jemi në fazën e implementimit, atëherë kemi një pa rezultatet e para të kësaj reforme. Krejt në fund, thash pjesën e shërbime, kemi rritë diku në 59 shërbime elektronike që I bën ATK-ja për mesej. Qëllimi jonë është më shumë në 64. Përmes donatorëve, me siguri nëse mundemi gjatë vitit me prokuru edhe një pjesë tjetër që mbështesin ata, me kalu edhe këtë shifër në 64-shit, që në njërën anë me avletësu jetën të aty paguese, në anën tjetër me liru pak pjesën e inspektorëve për I detyrave rutinë që I bojnë kryesisht që mundohen në vend që so shërbime që na do t'i japëm në mënyrë elektronike më vonë. Departamenti I hetime edhe inteligjencës janë dy çështje që kum dash me I trajtu qysh në momentin kur kum marrë. Këto janë të bashkuara brenda një departamenti, edhe zakonisht puna kryesore që kum pasur që bëhen këto është bashkëpunimi me institucione të tjera. Por ATK kryesisht është në shërbim të institucioneve të tjera. Kur ka hetime tatimore, gjithmonë është pjesa e kontrollit apo regjone, edhe nuk është merren shumë me hetime tatimore. Ideja është me ndaj inteligjencën, që komu marrë me analizat të zonave, mandej që ata analiza në basë rrezikut me nda, qoftë për evazion fiskal që janë për pjesën e inspektorëve tatimor, qoftë për hetime, departamente e hetime, qoftë për institucione tjera si që është policia, prokuroria e kështu me radhë. Pra, struktura e reorganizative, këtyre dy departamente, ka munda në basë të funksione. Jo, nuk ka për qëllim veç me bani ndarje ashtu fizike, po esenca është me nda në basë të funksione që mandej edhe bashkëpunimi të më konë më I mirë dhe më I lehtë. Krejt në fund, që kësha dasht me falemderu është stafi ATK-s që besoj është në meritori për këto rezultate që unë I tash deri tash. Kësha dasht me falemderu ministrin për qasën e tij ndaj ATK-s që ka bërë që pashmangshëm është kontribusi më I madh I këtyre rezultateve. Pra ATK-ja në këto 5 vite ka shënuar diku rreth 18% mesatërisht ngritjen e tyra, pa ndru politikë fiskale, pa ndru përshindje të normave tatimore. Pra, konsideroj që meriton një aplauzim për këto dy së bashku. E unë në fund, veç mu I më uzëtu që idet e mija rreth reformës që po përpiqem me I ba, me qatë sa dije sa mundëm, bashkëpunim me juve, me kabinetin tem, pjesën e stafit dhe ministrin gjithashtu, me jetësu brenda vitit 2026. Faleminderit. Tash pa dyshim që